Rritja e rolit aktiv të avokatit, harta gjyqësore dhe ndryshimi i situatës ekonomike veçanërisht për avokatët e caktuar nga shteti mbeten prioritet kryesore të dhomës së avokatisë në Vlorë. Në një intervistë për Blu Televizion, kreu i dhomës së avokatisë Durim Bajrami, i zgjedhur për një mandat të dytë, vlerësoi gjithashtu rolin e medias si kyç në bashkëpunimin në këtë institucion. Ai theksoi se këto tre çështje kërkojnë zgjidhje të menjëhershme pa lënë mënjan dhe problematika të tjera me të cilat përballet sot avokatia. Është një sfidë mandati dytë, sepse ka akoma avokatia për të bërë, sepse ka rolin kryesor në sistemin e drejtësisë, është një shtyllë në sistemin e drejtësisë, dhe një nga prioritetet kryesore i këtij 4 vjeçari do të jetë që avokatia duhet të ketë rol aktiv, jo formal. Do të ketë një luftë frontale për hartën gjyqësore, sepse siç e dini, qytetit Vlorës janë larguar 2 gjykata, është larguar gjykata e apelit dhe gjykata e shkallës parë administrative. Sot qytetarët vlonjat janë më shumë në vështirësi për të marrë aksesin në drejtësi. Gjithashtu një prioritet do të ketë dhe rritja e dinjitetit ekonomik të avokatisë. Duhet ta sqaroj pak këtë dhe për pjesën e qytetarëve që janë të painformuar. Roli pagesës avokatisë, sidomos tek avokatët kryesisht, janë avokatët që caktohen nga shteti, që mbrojnë personat të pandehur në proceset gjyqësore që nuk kanë mundësi të marrin një avokat dhe të caktohen nga shteti. Sot, ata avokati që mbron një të pandehur, avokati caktuar kryesisht nga shteti, paguhet 30.000 lekë të vjetra ose 3.000 lekë të reja për një proces gjyqësor, jo një seancë. Pra, e imagjinoni se çfarë cilësie mbrojtje ka ky i pandehur me këtë avokat që paguhet me këtë shifër qeresharake. Pra, edhe kjo do të rritet roli i dhomës vendore të avokatisë, duke bërë presion mbi qeverinë e gjyqësorit, që është KLG-ja, për rishikimin urgjentisht të tarifave të avokatëve të caktuar kryesisht. Duke u ndalur te harta gjyqësore, Bajrami konfirmoi edhe hapat që do të ndiqen për ndryshimin e saj. Ai bëri të ditur se do të nisë një peticion në bashkëpunim edhe me qytetarët, pasi harta aktuale gjyqësore ka rritur kostot ekonomike. Sipas tij, duhet të jenë 4 gjykata apeli, ndërsa në Vlorë duhet të rikthehet edhe gjykata administrative. Ne zgjidhjen tonë e kemi dhënë. Ne kemi folur dhe stërfolur, jemi drejtuar dhe me kërkesa institucionale Këshillit Lart Gjyqësor. Aktualisht jemi duke menduar një peticion përsëri të organizuar nga Dhoma Vendore e Avokatisë Vlorë së bashku me qytetarët vlonjat, jemi duke e përpunuar, që do të për rishikimin e hartës gjyqësore. Do të thënë, sepse ligji e parashikon qartë që çdo 5 vite harta gjyqësore mund të rishikohet, por kjo nuk do të thotë që duhet të plotësohet afati 5 vjeçar për të rishikuar harta gjyqësore. Në momentin që ka treguar që kjo hartë nuk funksionon, ka treguar që kjo hartë e ka çuar sistemin e drejtësisë në kolaps, atëherë nuk ka pse Këshilli Lart Gjyqësor të mos ndërhyjë dhe për ta rifreskuar dhe për ta ripar hartën gjyqësore. Të paktën zgjidhja jon ka qenë ta bëj me 3 ose me 4 gjykata apeli, dhe sipas ndarjes territoriale që politika po pretendon për ta bërë me 4 rajone, atëherë do të ishte shumë mirë që të bësh me 4 apele. Në rajonin e jugut ishte qyteti Vlorës, duke qenë se është nga qytetet kryesore, është me port, me aeroport, me institucione, pra duhet të ishte një apel në qytetin e Vlorës, një për Korçën, Tirana dhe Shkodra. Gjithashtu nuk mund të mungoj gjykata e shkallës parë administrative në qytetin e Vlorës. Është e patolerueshme që gjykata e shkallës parë administrative iqet qyteti Vlorës, siç thash, qytet që ka institucione që prodhon akte administrative dhe shkon në Lushnjë. Lushnja nuk është qytet që prodhon akte administrative. Lushnja është qytet pa institucione. Pra nuk mund ta marrësh nga Vlora dhe ta çosh në Lushnjë. Dhe kjo duhet jetë një ndërhyrje emergjente e KLG-s për rishikimin e hartës gjyqësore.
Harta e re gjyqësore ka krijuar jo pak probleme në sistemin e drejtësisë, ndërsa ndryshimi i saj mbetet një nga sfidat kryesore të dhomës avokatisë në Vlorë, krahas çështjeve të tjera të cilat kërkojnë zgjidhje.